Për të ndjekur Mirëmbrëma yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ky program mundësohet nga Infinity Office, Kiabi, Natural. Si je? Mirë? Po, Nga erdhe mo? nga Gjirokastra. Ku është Gjirokastra mo? Këtu në Shqipëri ku jetë. Sa orë bën nga Gjirokastra në tjera? 3 orë. Kaq pak? Kisha menduar se është më shumë Gjirokastra nga tjera. 3 orë është. 3 orë me makina apo me tren? Me makinë. Kush i dha makinës? Babi. Babi? Është shofer i mirë babi? Po, Kush është shofer më i mirë, mami apo babi? babi. Mami ka frikë që të vinë në Tiranë me makinë. Pse? Se ka shumë trafik dhe ka frikë se mos bëna aksidente. Kështu. Është i tmerrshëm trafiku në Tiranë? E ke parë? E kam parë. Ç'mendon? Shto mendoj dhe ti, rëmuj e madhe. Ke parë si hyn? Keq. Keq fare. Parkojnë keq. I bin burjave. Unë pash na 2-3 makina me gjoba der tani. Qa thua? Kujpe? Ja rrugës që po vinim, se ku e kishim parkuar. Mos ishte ndonjë makinë gri, Audi? Po, Kështu pak me portobagazh? jo, si jemi për të bagazh. E sigurt? Vetëm gri kështu e mbyllur apo edhe kishte edhe këtë pjesën këtej? Jo, s'kishe gjë pjesë. Se thash se mos ka qenë makina ime. S'ka qenë ime? Jo. Ne, mirë mansëm. Ja, më duket se kem Mercedes, kem Mercedes. Si e fare Audi? Jo. Po mirë mansëm. Më kanë ngrirë me gjoba këto po. Të betohem. E disa gjoba më kanë vënë. Sa? Po 2 mora dje. 2 par dje edhe 1 para një jave. Ka i shumë mu? 5 gjoba. 5 gjoba. Brenda një jave. Skandal. Qa punë bën mami? Mami e ekonomiste. Pas ka lek. Mhm. Kanë lek ekonomistët? Mami merte 1 milion, po ta 1.000, se thash 1 milion, merte 1.000, po kurse tani me 900, se jeri drejtor i ri. Ja ullën rogën? Mhm. Po pse? Nuk e di, drejtori aj që avuri. O mërzit mami? Jo, ku e di unë çfarë është bëri mami. Së mërzit se kemi dhe një hotel vetëne. Po pas kene hotel ju? Pa ajde, milioner. Sa para ka 1 milioner? 1 milion. 10 milion duhet të ketë 1 milioner. Që të quhet tamam? Po, 10 milion. Po bilioner? 10 bilion. Trilioner, kur në pjesa trilionerit është vetëm 5 trilion. Shiko, unë s'kam qenë asnjëherë në Gjirokastër. Ma përshkruaj pak, si është Gjirokastra? Gjirokastra ka një kala shumë të bukur, edhe kalaja është shëndetuar nga Kosova, se ishte një kosovar që kishte atë orën e madhe të asaj kalas të Gjirokastrës, dhe ja fali Gjirokastritëve, dhe kalaja është bërë me një orë, dhe ajo ora ja ka dhënë ai kosovari. Si e kishte emri kosovari? Unë nuk e di. I ka mësuar në shkollë. Pra ky kosovari ka ndërtuar kalan e Gjirokastrës? Po. Tjetër çka ka Gjirokastra? Ka drëmin. Ka pazarin këto, dyqanet e pazarit, ka gjërat e vjetra që mua më pëlqejnë shumë. Mua më pëlqejnë më shumë gjërat e vjetra se sa të rejat. Ushqimet? Ushqimet tradicionale janë qifqit, sarmat, se ne jemi si kështu, amat janë që kur vetet pilafi, ata i marrin dhe i skuqin, hedhin pak piper, edhe pam i bëjnë ashtu në një top të vogël, edhe pam bëjnë qifqi. Këto janë qifqit? Do me thënë pilafi mbetur, me oriz. Pilafi mbetur, bëhet top? Po, se që jedhin ca gjërat të tjera, po mund se mbajmë që jedhin. Edhe pastaj skuqet edhe kjo është qifqia. Po pse e përdorin pilafin e mbetur Gjirokastritët? Ata pasi e hanë se ato mamat janë që s'hedhin gjë poshtë, janë kështu edhe. Kur mbet pilaf, i bëjnë qifqi. Po mirë.
Nuk është ide e keqe. Jo, s'është ide e keqe. Se ta shkosh dëm pilafin që ka mbetur. Mi thua. I bie që gjirokastritët janë kursimtar? Po. Po pse kursejnë gjirokastritët? Po se janë këta milionerët si që janë këtu, që kanë Ferrari, kanë Lambo. Unë kam parë një me Ferrari këtu. Në Tiranë, atje s'ka Ferrari. Makina më e mirë që kemi parë është një SLS aq. Si është SLS-ja? SLS-ja bët 10.000. 10.000? Po ka shumë. Ti ke motor apo vëlla? Motor. Qa sa vjeç? Motra ime është 60. Që në ka madhe. Si shkon më ty? Ne të dy zjemi, pastaj pajtojemi. Për qarë zdjeni më shumë? Jo kush e ban telefonin, jo kush e ashtu, se ai telefonin ka qenë imi njëre një kohë, po tani e ka jo. Se unë merrem dhe me hotelin. Merresh me hotelin, e? Po. Qa bën ti aty? Unë aty vete i them atyre se mami s'di aq mirë anglisht, vetëm unë dhe motra di. Se jemi të dy në të njëjtin kush anglisht e je. Ajo është e grupi i madh dhe unë të grupi i vogël. Edhe unë me që di ka shumë anglisht, unë flas me ata se motra ime është përtace, është qiksin dembele, kështu. Ajo, kur i thot mami, shko shqip plurat, më vonë. I le për momentin e fundit. Po dhe si ka bërë fare. La enët, më vonë, edhe në mes të darkës, jo, i bëjnë në mëngjes. Ajo të ditë në shtëpi, vete bën këto edhe këta, se mami im i kishte të bërë ca njerëz vendere dhe ata si kthej lekët. Si a kthejnë, e? Njëri ka 3 muaj që kështu zurën në makinë tani me mamin. Ashtu, a? Morin telefon, se ka 3 muaj që si ja ka dhënë. Si ja ka dhënë lekët. Du i duhet dhënë borxh njerëzve? Si mendon? Borxh mundi është t'ja japësh, po prap ata duhet ta japin, jo të ambajnë dhe hiç, kështu. Duhet kthyer borxhi apo jo? Çfarë ndodh nëse nuk e kthejmë borxhin? Po se ktheve bësh njeri keq dhe vete një hap më afërt dhe helli. Helli? Qa është helli? Helli është në mund që të vesh të zoti, vete të djalli. E qa ndodh atje? Atje bëjnë gjatë të këqia. Po, për të vajtur të zoti, qa duhet bëjmë? Të si jemi mire, të kthejmë borxhet e mos të vrasim njeri. Po të kthejmë borxhet është shumë e rëndësishme, apo jo? Dhe t'i trajtojmë njerëzit mirë, po jo t'i marim njerëzit i lëm në bodrum, as kafshët. E vërtet. O Diori, e di qa po mendoj? Kam një 2 veta që më kanë marrë borxh dhe më kanë marrë shumë lek. Si t'i them që t'mi kthejnë? Ti për shembull sa lek i kanë? Po, njëri më ka marrë 4.000, njëri më ka marrë 16.000. I bje 20.000 të tëra, ti thuaj policisë dhe policia jep një rezistencë lekve më duket, që duhet i kthejt për një javë, ose po si kthejnë futen në burg për gjysmë viti më duket. E marrë vesh shumë të që thua ti, po puna është që unë i kam shok ta, që mi kanë marrë. Ti thuaj, i kthem lekët, se unë s'kam lek, edhe radhës tjetër thuaj, nuk kam lek që të japë. Këtë i thash dhe mamin në makinë. Mos jep më lek njerëzve, se ata s'ti kthejnë më. Thuaj, nuk kam edhe ja, mbyllet puna. E vërtet, e vërtet. Ke shok edhe shoqe? Po. Shok më shumë, apo shoqe më shumë? Më shumë kam shok. Pse më shumë shok? Sepse jam me qunat tër ditën unë. Më shumë më pëlqen të ri me qunat. Pse janë qunat më të mirë se gocat? Po. Pse? Po, kush i ndërton shtëpit? 73% qunat. Ama eksploruesit 90% qunat. Doktorët, këto që menen në spital, 90% qunat. Qunat janë
se i pash në YouTube. Ka 11 gjëra që ka më shumë çuna se sa vajza që bëjnë. Ha? Kështu. Për shembull, Unë si mbaj më të tëra, polic, ka më shumë çuna. zjarfikës, ata që merren me këta, me operacione me doktorat. Çuna më shumë. Po, Parukjere? po parukjere, si, berberat me janë çunat. Parukjer çuna, më shumë se goca. Berbera ka 70%, kurse parukjere 30%. E marr vesh. Guzhinier? Kuzhinier. Po, më shumë çuna ka. Çuna. S'ka s'ki vajzë kuzhiniere. S'ka. Më duket se ka vetëm 20%, 25%. Cili profesion mendon ti i ka më të zonja vajzat se sa djemt? Hotelit. Punët në hoteli, bëjnë më mirë gocat. Po ato, kur kishin vajt një hotel në diku në Greqi, në Athinë më duket, të tëra pastruset vetëm goca, nuk pash asnjë djalun. Po asnjë, ku të them asnjë që punon të aty, asnjë. Vetëm 2 çuna pash që punonin aty. Ti po thua që gocat i bëjnë më mirë punët e shtëpisë se sa çunat? Drejtimin e vendit, për shembull, qeveria, më mirë me çuna apo me goca? Ja, sa ta thoja, qeveria, po. Për qeveri merren më shumë vajzat. Çunat merreshin më shumë, po tani ikën çunat. Janë gocat në qeveria që vendosin. Kush është kryeministër i Shqipërisë, e di ti? Edi Rama. E di. Ai është akoma? Aha. Pëlqen Edi Rama aty? Ja i shumë. Pse? Po normal janë të tërë, s'është se të tërë presidentët në botë s'janë da një gjë, hajde. S'janë në gjë. Si duhet jetë një president që të pëlqej ty? Ta anullojnë shkollën. Mos ketë shkollë fare. Po. Çfarë është një gjë që nuk të pëlqen fare në Tiranë? Trafiku. Shumë keq. Po një gjë që të pëlqen shumë në Tiranë. Pisa proveri. Të pëlqen picat, e? Na ka marrë Ria, më do na jepni një gjë për të ngrënë. Qa kemi? Qa kemi marrë? Kemi pilaf? Të pëlqen pilafi? Ja i shumë. Pse? E kam bërë të mirë. Ka marrë Ria? Fare? S'ta Fare. haj? Lëre se nuk i hajtë, se ndoshta ha më vonë. E kam bërë të mirë më pilafin. Provoje, ma bëj qefin. Jo, fënde, zua. Zdo. Dësho, kam një pyetje shumë të rëndësishme. Cili është mendimi yt për dashurinë? Unë se di veti më pyet mua. Po as unë se di se si bëjnë fëmijët, prandaj po të pyes. Pyet ChatGPT-n. E përdor ti ChatGPT-n? Po. Çaj pyet ChatGPT-s? Gjë shumë koti. Për shembull, për futbollin e për kështu. Për kështu gjëra është kështu. Po ChatGPT-a i merr nga Google-i. Ashtu, a? Aha. Unë tash se i di vet. ChatGPT-a qa është, çuna apo gocë? Gjysmë e korave është gocë, gjysmë e korave është çunë. Kur është çunë? Në ca raste të caktuara, më duket muajin janar deri në maj mbahet goca dhe pastaj mbahet çuni deri në dhjetor. Në dhjetor bëhet çuni pastaj. Kush është më zgjuar? Varianti gocë apo çunë? Të gjoj soja. Janë njësoj. Po se të dyart në jetë tru kanë, thjesht kanë ndruar zërin. Okej, e kuptova. Çfarë të pëlqen më shumë te të rriturit ty? Që i mbajnë fëmijët disa, i mbajnë shumë mirë edhe si bërtasin ai shumë. Duhet i bërtasin prindrit fëmijëve sipas teje apo jo? Disa duhet i bërtasin, po jo gjithmonë. Kur duhet i bërtasin? Shembull kur s'bën një gjë pse se ke bërë të, bëhet ani ti thon, jo pse se ke bërë dhe të vinë të i qellojnë kështu. Dhe të bërtasin.
Çfarë mendimi ke për prindërit që i qellojnë fëmijët? Ata janë shumë të keq, s'kam ç'mendoj, janë. Se një ditë isha me ca shok, isha te lagja ime që ria luaja. Edhe një djalë edhe më qelloi si ai tjetri. Edhe i tha qa bën, edhe mamaja që atje shikon të kështu. Edhe thash, pse se dënon këtë djalë? Po tani ta dënoj që po luan, jo, po mere në shtëpi e thua je i dënuar për disa ditë, për 3 ditë, të thuaj. Këto mamat janë shumë kështu. Si duhet jetë mamaja perfekte? Ti bërtasi fëmijës, jo aq shumë, ti bërtasi na pak, jo. Jo shumë. Po babai, çfarë duhet bëj një babai që të jetë perfekt? Të luaj me fëmijën, se mamaja s'ka ko të luaj me fëmijën, ta qoj në vëndet të tjera kështu, se babai mundet dhe të rilehat. Të qoj fëmijët në ca vënde në kurse e kështu, Kush punojnë më shumë? Mamallarët apo baballarët? mamat. Pse mendon kështu? Se mami im punon më shumë se babi im. Kush fiton më shumë? Mami, se babi... Unë radhën e parë mendoja se fitote 780 babi im, po në fakt me 700, kurse mami me 900. Lori, ti ke kafsh? Jo, po më duke se ta marrë një mace. Ke qep? Macet apo qenë më shumë? Më shumë ka macet, se ato janë të buta e kështu. Se kisha një mace që e kishte emrin Oreo. Edhe ajo rinte gjithmonë kur flia unë, se isha në një krevat të vogël. Tani kam ndruar krevatin e mami, që është pak e shkurtër mami. Sa e gjatë është mami? Besoj mu këtu, ja, ka që më e madhe se mua. Aq është? Pra ti do një mace, ta marrësh një mace në shtëpi. Si ja vësh emrin? Se ajo masja që e kisha unë, Oreo e kishte emrin, se që edhe zez dhe e bardhë. Edhe kur flia unë, ajo rinte në mes të këmbëve të mia, rinte këtu. Po ku është ajo tani? Nuk e di, se mbaj më ku e kam lënë, se kisha pas që kur isha 7 vjeça, 6 e gjys, e kam lënë të halla se. Pse e keni lënë të halla? Se ajo e di, një herë më kishte gërvish damarin. Ta kishte gërvish tort, kishte lënduar. Po për këto njerëzit që lëndojnë kafshët, çfarë mendimi ke? Ata munden kafshët të vend të veterineri, jo të aq, po ata futen në burg për 3 muaj. Ashtu? Ka që në vritja e kafshëve, futen në burg për 3 muaj. Në qoftë se të pyesja unë, sa i lumtur je nga 1 deri te 10, çfarë do më thoje? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa i lumtur je ti? 9.3. Pse jo 10? Po të tëre ka nda një diskutim tani. Cili është diskutimi jot? Ndajherë zihemi dhe ne, e na qëllojnë dhe pritit që ndaj mërzitemi dhe ndajherë i urej këta, i urej këtë, e ndajherë mërzitemi dhe ne na prindit edhe ndaj. Po prindit mërziten ndonjëherë me fëmijët? Po. Kur? Kur si janë shumë keq, kur bëjnë ai gjë të keqe. Cili është gabimi më i madh që ke bërë ti në jetë? Që i kam folë Marizës njemrin e një motrës time, njemrin e një qenit. Si ke thënë? Të mballat. Si ke thënë? Ziko. E ke quajtur motrën Ziko? Si qeni? U mërzit ajo? Jo, ajo së mërzit, po mami më rau mua. Qa bën ti në kohën e lirë përveç futbollit? Në kohën e lirë unë mundem të shoh televizor të luaj PlayStation. Televizor që të pëlqen të shohësh? Streamera në Roblox. Atë ti luan Roblox? E luaj. Unë kam dëgjuar që është i keq Robloxi, është e vërtet? Se që të vërtet. Se me Robloxin kënaqen fëmijët, 2 gjyqtar janë bledh që ta heqin Robloxin. Kam dëgjuar dhe këtë. Po pse duan ta heqin? Se fëmijët janë bledhur të Robloxin dhe nuk ikin më. Unë tani
kur ri atje prisja, Roblox luaja. Sa kohë luan ti Roblox në ditë? Në ditë mundem të luaj një orë e gjysmë. Ose gjysmë ore era. Mami të vërtet në njërë për Robloxin? Jo, mund të luash sa të duash. Jo, sa të dua jo, se kam e orar. Sa e ke orarin? Një orë në mëngjesa në paradite, në drek, edhe një orë në dark, edhe ose në bazdite. Fëmijëve, ti mendon që i bën mirë apo i bën keq Robloxi? Jo, fëmijët marrin dhe eksperienca në Robloxi, se është na që i keq. Po ka dhe lojra që të traumatizojnë. Po ato i ka mbyllë Robloxi si i lë më lojrat i frikshme. Disa i lë, po jo aq shumë. Disa që s'janë aq të këqija, disa që janë normale të frikshme, jo aq shumë të frikshme, po në jo. O dyre, po mund t'i më pak, qa mund t'i the mundialit tim që ka qef të luaj Roblox, po unë mendoj që nuk është gjë e mirë që të luaj Roblox. Si t'ja heq mendjen nga Robloxi? Djali jot me semeret më shumë. Po, me Roblox meret, ja, 10 vjeç është dhe ai. Ka shumë qef të luaj. Ti e nxjerr ndonjëherë apo? E nxjerr unë çdo ditë, ja, dalim. Merret edhe me tenis, merret edhe me basketball. Merret edhe me basketball, me futboll. Unë mendoj se ti po ta nxjerrësh 3 orë në ditë edhe ti thuash në shtëpi që të kur ke kohë të lirë të luash me atë ndonjë lojë, kështu, për qef, edhe ai mundet të ri një orë në ditë në Roblox gjysmore, edhe po, kështu mundesh ta bësh. Pra, besoj që është më kollaj nëse unë luaj me të dhe ai nuk luan më në Roblox pastaj. Po. Mendon që nëse unë luaj më shumë me të, ai nuk do luaj më në Roblox? Po, atë mendoj. Ai o luaj në Roblox, po jo ai shumë sa luan. Prindrit merren aq sa duhet me fëmijët apo jo? Jo, prindrit kujdesen për fëmijët. Disa më duket 5% që i prindërve janë shumë të këqin. Smeren me fëmijët, i hedhin për adoptime, si mbajnë fare. Apo na jemi atë pulën me pilaf ta ham pak me diorin sa të vazhdojmë pastaj me pjesën e tjetër të ndërvisës nga marr malli. Kam bërë një pulë shumë të mirë. Dhe provosh. Unë gatuaj shumë mirë. Unë gatuaj perfekt. Hajde provoj një si të duket. Se e kam me shumë merak. Është ky pilaf i ëmbël. I ëmbël? Jo, më. Nuk është i ëmbël. Së pëlqeu? Shumë të mirë ke bërë, po. Unë si pëlqej këto gjëra, po shumë të mirë ke bërë ti për të bërë. E dija që do të pëlqente. Tani, do më bësh një pikturë të bukur. Po, çfarë do? Dua të më pikturosh familjen tënde. Si të duash ti, ja ku i ke ngjyrë, unë po vazhdoj me pilafin, se më pëlqeu shumë. Unë si pëm Krishtlindje. Ska që më bukur e ke bërë. Bëje si të ke shefti, mos u shqetëso ç'a mendojnë të tjerët. Është e rëndësishme për ty se ç'a mendojnë të tjerët? Le të mendojnë që të duan ata. Mos më vi negative në mendje, këta kanë të drejtë, këta kanë kështu. Jo, unë vazhdoj të përpiqem në veten time, nuk kam për ta lënë kurrë. E nëse ata përpiqen që të nxjerrin nga vetja jote dhe nga rruga? Unë nuk i lë. Si jam nga këta unë. Si e nga ata? Jo. Unë qa mendon se duhet... Unë i them, njëri, ti s'di të luash, ti s'di të bësh kështu, edhe një shoku im tha, uj, e pesh të thajnë, ai djali, më plasi mua qa thot ai, se unë s'dikojmë të fjallët e ati. Nuk ndikohesh.
Po unë si duhet të reagoj, si mendon ti me këta njerëzit që më thonë, për shembull, ti nuk di si të prezantoshe, ti nuk je zonja, ti nuk je afte, ti nuk di të bësh emisione. U ndikon nga fjalët që të thonë ata, ti beso në vete dhe beso që mundesh ta bësh. Se deri në fund, kur nuk dikosh të fjalët e atyre, ata rinë si shit, kurse ti je bërë më mirë se ata dhe ata, edhe tani po t'ja thosh ti ata ndikojnë te ty. Se ja ti më i mirë. Qa mendon se e bën një njeri të suksesshëm? Ja. Unë mendoj që të mbesoj në vete, të mbesoj të ëndrat, edhe të punoj, mos të jenë për tac. Edhe të merren shumë me shkollën. Cila është ëndra jote më e madhe? Që të bëjmë futbollistë është ëndra ime më e madhe. Cili është futbollisti shqiptar që të pëlqen më shumë? Ai Armando Broja. O Dyri, të tregoj ca personazhe që kam këtu, edhe më thuaj ti kush janë. Ta bëjmë një si quiz? Hajde bëjmë. Hajde bëjmë një. Të të shofa një apo si një? Ai është Gjergj Fishta. Me emrin që ja ka vënë ai e ka Skënderbe. Okej. Nën Tereza. Bravo. Butrint? Nuk e di. Butrint i Meri, këngëtar. Noizi. I pëlqen shumë vetja. Ashtu, a? Pse mendon që i pëlqen vetja? S'mendoj që unë, mami dhe motra thonë ashtu. Kam dëgjuar ato vetëm. Ato thonë që i pëlqen vetja Noizit? Ka makinat bukura kë? Po. Se kështu sikur kam parë. Stresi më duket. Mozik. Luizi. Më duket se ka 2 Luiza. Po se... S'është Luizi vërtet më duket ky, s'është ai. Vërtet. Vërtet është një tjetër, s'është ky. Pse si është ky? I ngjan Luizit, po i ndryshon në fytyrë. Po i vërteti si është? I ngjan këti. I ngjan? Po ky kush është ky? Unë po e marrë që është një trajner, po trajneri i kujt është? Lorik Cana, futbollist. I famshëm. Kurioze jam, a e di se kush është ky? Edi Rama. Presidenta është kryeministër, se ta. Qa punë e bën kryeministri? I thot njerëzve çfarë ndodh dhe çfarë bëhet, edhe kryeministri nuk mundet të jetë gjithmonë kryeministër, se votohen te shkolla lart, atje në Gjirokastër, te gjimnazi lart, voton për Edi Ramën. Pse kanë zgjedhur njerëzit Edi Ramën? Nuk e di. Ty të pëlqen Edi Rama? Po, në të tjerët po. Qa është një gjë që s'pëlqen të Edi Rama? Koka ti tullace. S'ma pëlqen dhe atë asnjë njeri. Të asnjë njeri nuk pëlqen tullacet? Nga që ke shumë flok për vete. Dëgjoj, kam një dhuratë për ty. Pa. Pëlqej dhuratat? Po. Do ta hapësh? Pse jo. Pëlqen dhuratat? Hapë një. Po më trego të vërtetën nëse të pëlqen apo jo. Akoma? Wow, që është kjo? Wow! Po, më pëlqen shumë. Të pëlqen? Ta gëzosh zemër. Falej. Edhe gëzuar Krishtlindjet. E festoni Krishtlindjen? Po, e festoj. Okej, edhe vitin e ri.
Edhe shumë faleminderit që erdhe sot. U kënaqa shumë me ty. Qa note i ve kësaj intervistës bashkë sot nga 1-10? 10. Bravo. Ky program u mundësua nga Infinity Office, Kiabi, Natural. Për të ndjekur Mirëmbrëma Yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.